Një tragjedi e rënd ka tronditur Shtetet e Bashkuara, ku një burr ka vrarë 7 fëmijët e tij dhe një tjetër të mitur në një akt të dhunës ekstreme brenda familjes. Ngjarja ndodhi në qytetin Shreveport, në shtetin Louisiana, duke lënë pas një bilans tragjik dhe një komunitet të shokuar. Sipas policisë lokale, autori është identifikuar si Shamar Elkins, babai i 7 prej fëmijëve të vrarë. Në incident, beti i vrarë edhe një tjetër i mitur, ndërsa 2 gra u qelluan me armë zjarri, njëra në gjendje kritike për jetën dhe tjetra në gjendje të rëndë, por jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet bëjnë me dije se njëra nga gratë e plagosura është prindi i fëmijëve, çka e bën ngjarjen edhe më tragjike. Pas krimit, autori grabiti një automjet dhe u largua nga vendngjarja, duke nisur një ndjekje të gjatë me policinë. Ndjekja përfundoi në zonën fqinje të Bossier Parish, ku forcat e rendit e qelluan për vdekje autorin, duke i dhënë fund kësaj ngjarjeje dramatike. Tashmë, policia e shtetit të Louisianës ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e vrasjes dhe përdorimin e forcës nga policia. Deri më tani, nuk ka informacion të konfirmuar nëse autori kishte histori të mëparshme dhune në familje, ndërsa hetuesit po punojnë për të përcaktuar motivin e këtij akti të rëndë. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta me autoritetet lokale dhe politike, që i kanë cilësuar si një tragjedi të thellë dhe tronditëse. Kryetari i Bashkisë së Shreveport e përshkroi incidentin si një ngjarje të tmerrshme, ndërsa figurat e tjera publike e quajtën një humbje të rëndë për komunitetin.